Andy Burnham ka ndarë një nga momentet më të dhimbshme të jetës së tij personale, pikërisht në ditën kur mori detyrën si kryeministër i Mbretërisë së Bashkuar pas zgjedhjes së tij në krye të Partisë Laboriste. Në një intervistë për të përditshmen britanike The Times, ish kryebashkiaku i Manchesterit tregoi se babai i tij Roy Burnham, 86 vjeç, vuan nga Alzheimeri në fazë të avancuar dhe jeton prej kohësh në një qendër kujdesi në veri të Anglisë. Për shkak të sëmundjes, ai nuk është më në gjendje të kuptojë se djali i tij ka marrë drejtimin e qeverisë britanike dhe është vendosur në Downing Street. Kujtesa e tij është zbehur deri në atë pikë sa nuk arrin të përjetojë një nga momentet më të rëndësishme në jetën e familjes. Edhe nëna e Burnham, ish operatore telefonike dhe aktiviste për shumë vite në Partinë Laboriste, rrëfeu për The Times se më 19 korrik kishte vizituar bashkëshortin së bashku me fëmijët e tyre, vetëm pak orë pasi Andy ishte konfirmuar në postin më të lartë politik në vend. Duke folur për gjendjen e të atit, Burnham pranoi se gëzimi për fitoren është shoqëruar me një boshllëk të madh emocional. Është shumë e dhimbshme që ai nuk di asgjë për këtë, sepse do të ishte krenar, u shpreh kryeministri britanik, duke shtuar se babai i tij ka qenë gjithmonë një nga mbështetësit më të mëdhenj në rrugtimin politik dhe personal. Burnham theksoi se suksesi nuk e konsideron vetëm si një arritje individuale. Unë e shoh këtë si një arritje që i përket edhe atij. Është një sukses i gjithë familjes son, edhe pse ai vetë nuk është i vetëdijshëm për këtë, deklaroi ai. Rrëfimi i kryeministrit britanik ka prekur opinionin publik në Mbretërinë e Bashkuar, duke rikthyer në vëmendje ndikimin shkatërrues që ka sëmundja e Alzheimerit te mira familje. Historia e Burnhamit është parë si një kujtesë se edhe pas sukseseve të mëdha publike, shumë figura politike përballen me drama të thella personale larg vëmendjes së kamerave. Alzheimeri është forma më e zakonshme e demencës dhe prek miliona njerëz në mbar botën. Me përparimin e sëmundjes, pacientët humbasin gradualisht kujtesën, aftësinë për të njohur njerëzit më të afërt dhe për të kuptuar ngjarjet që ndodhin rreth tyre, duke e bërë këtë diagnozë një nga më të vështirat jo vetëm për të sëmurët, por edhe për familjet e tyre.